Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës në sire. Javën e kaluar kemi filluar me shpjegu ngjarjen e Isras dhe të Mirajit, një nga mucizet më të veçanta që kanë bënë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa për kujtim, javën e kaluar pra kemi përmend se si kjo ka qenë një lloj si hariqi, një lloj myshdeja ose një lloj trajtimi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas gjitha atyre vështërsive me të cilat është ballavaçuar në këtë kohë, sikur që ka qenë vdekja e Hatixhes, vdekja e Ebu Talibit, dëbimi prej Taifit, edhe ato rrethanat me të cilat është ballavaçuar. Allahu xhalla wala e ka gradu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë ngritje. Pastaj kemi shpjegu dallimin mes apo çka është Israja, çka është Miraxhi. Kemi shpjegu edhe disa nga mendimet ose trajtimet që i kanë bërë Isras dhe Miraxhit, se si disa kanë thonë se është e saktë që i ka qenë edhe me shpirt edhe me trup, disa kanë thonë që është vetëm me shpirt, disa kanë thonë që është ëndër, dhe pretendimet e tyre pra nuk janë të bazume. Pastaj gjithashtu kemi përmendur edhe disa posaçërisht bashkëkohorë që kanë tentuar me i bë disa, çysh me thon, komentime që Israja është diçka kuptimore e kështu me radhë. Konkluza ke kësaj çka po duam me e shtu është se është një pretendim që përmendet në për disa libra të mendimtarëve, jo domthonë racionalista më shumë. Ajo është që e ndërlidhen me një të kuptim të gabuar që kanë disa drejtime sufiste filozofike që njihen me idenë dhe konceptin wahdatul wujud, i thonë arabisht. Wahdatul wujud është një koncept që si ide, si koncept është më shumë do thotë i përhapur te budistat edhe tek disa fe filozofike që janë më shumë, që paramendojnë një ndërlidhje në mes materjes edhe krijuesit, edhe thonë që krejt është një. Wahda është një, në gjuhën e filozofike thuhet panteizëm, që do thotë e konsiderojnë se e gjitha është në një vorbull, do thotë një send. Kështu që ata thonë edhe ngritja, edhe ulja, edhe shkurja, ardhja, këtë janë do thotë ka të bëjë brenda, për arsye se thonë edhe Allahu edhe krijesat në përgjithësi janë një. Domethënë wahdatul wujud në çet kuptim është filozofik, që ka disa mendimtar ose disa filozof musliman të ndikuar nga këto koncepte i kanë dhënë edhe kësi shpjegimi, posaçërisht të disa sufi që fatmirësisht kohëve të fundit nuk janë shumë përhapur në këto ide, po disa mund do thotë të anojnë kur i futen thellohen filozofi shumë edhe fillojnë elaborimin e gjanave të pa kuptimta, mundohen do thotë me i dhon kuptim sipas tyre, edhe kështu që kur dojnë me e shpjegu Allahun, krijuesin e krijesat dhe në përgjithësi thonë që krejt është një. Edhe janë të ndërlidhura njëra me tjetrin, si koncept filozofik ka qenë njohur tek disa filozof musliman që faktikisht janë konsideruar edhe që i kanë dalë prej fesë në përgjithësi. E këtë koncept ja kanë dhënë edhe Isras dhe Miraxhit, sikurse ngritja është diçka që faktikisht është ekzistuese edhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrit është do thotë njëjtë. Për arsye se ata thonë do thotë bane keq, bane mirë, do thotë krejt është një. Apo kupton? Kjo do thotë ky koncept është më shumë i njohur tek budistat në përgjithësi, që e ndërlidhin të mirën dhe të keqen në një kufit përbashkët. Sidoqoftë mos më ju lodh me këtë, ajo çka po duam me potencu
dhe me përmbyll në këtë rast është çështja se e sakta është që Israja dhe Miraxhi është mucize, është mrekulli që Allahu xhalla wala e ka gradu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kur themi mucize është diçka që është jashta aftësive dhe mundësive që njeri me bë në diçka do thot normales, është diçka jashtë normales. Për arsye se edhe shkurja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës, prej Çapës deri në Jerusalem brenda një nate, pastaj ngritja në qiell lart, është diçka që s'u bën njeri as në kohë, as posaçërisht do thot edhe si njeri, po është diçka që Allahu xhalla wala ja ka ofru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe është do thot mucize. Prandaj ata njerëz që kanë dyshime të kësaj natyre, edhe tani mundohen me i dhënë shpjegime, u themi atyre, nëse besoni se Allahu xhalla wala e dim çka ka ndodhur me Ibrahimin alayhis salam, që njerëzit e kanë hudhur në zjarr edhe nuk e ka djeg zjarri. Dhe kjo është do thot lloj mucize që ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam. Pastaj nëse besojmë se Musa alayhis salatu wassalam ju ka hap deti edhe ka kalu në të, edhe kjo është mucize e Musas alayhis salam, ose shtaga që ju ka shndruar në gjarpër, ose dora që ju ka bë do thot e ndritshme, ose ngjarja e Sulejmanit alayhis salam me Belkizën. Ja dini do thot në surën An-Naml se si ja ka sjell Ifriti do thot prej gjinëve pfronin e Belkizës, sa e ka do thot i ka çështojnë gjuhën e popullit, sa i ka qelë edhe i ke mshel syt, domthonë çat shpejtësi, edhe kjo ka qenë një mucize që Allahu xhalla wala ka mundsu Sulejmanit alayhis salam. Pastaj muciza e krejt pejgamberëve, domthonë çka ju ka ndodhur. Të gjitha këto janë mucize që janë jashta normales dhe mundësisë që njeriu i zakonshëm, ose Isa alayhis salam që ka lind pa bab, pastaj që ka fol në djep Isa alayhis salam, që ka arrit miringjall të vdekurit, që përmenden në Kur'anin famlar, apo këto janë do thot mucize që ju kanë ndodhur kujt pejgamberëve vazhdimisht, dhe kjo ka qenë një formë dhe është karakteristike e pejgamberëve. Edhe ngjarja e Isras dhe Miraxhit është një mucize, një mrekulli e jashtëzakonshme, khariqun anil ade, do thot diçka që e tejkalon natyrshmërinë edhe të zakonshme dhe të mundshme që mundet me bë njeri, me të e ka gradu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ngritjen që ja ka bë në qiell dhe ato ngjarje të cilat i ka përjetuar atje dhe takimi me pejgamberët e kështu me radhë, në përgjithësi janë mucize dhe mrekulli që Allah xhalla wala ja ka mundsuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mos kuptimi i kësaj ose mos arritja e pranimi i kësaj, themi që e njëjta është edhe me mrekullitë e pejgamberëve të tjerë, të cilat janë përmendur në Kur'anin famlar dhe ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta. Domethënë e njëjta është që ka ndodhur edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe me pejgamberët e tjerë në përgjithësi, disa prej të cilave pra i përmendim këtu si shembull. Prandaj me këtë e përmbyllëm këtë, mos me vazhdu më shumë, se vërtet kjo ka qenë një mrekulli që më shumë ti ka qenë mrekulli e veçantë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për me mi atë i kalu pra ato vështërsi që i ka pas në ato rrethana dhe në ato situata të cilat i kemi përmendur më herët. Pastaj sa i përket rrjedhjes edhe ngjarjes së Isras e Miraxhit, të cilën do ta shpjegojmë sot, para se me fillu me shpjegu, themi që ka hadithe të shumta. Ju kujtohet javën e kaluar kemi shpjegu se është një nga ngjarjet që më shumti prej ngjarjeve të Mekës në përgjithësi është më shumti kemi do thot hadithe për këtë ngjarje. Dhe madje nëse krahasojmë krejt ngjarjet e Mekës që janë 13 vite, ma shumë kemi hadithe për këtë ngjarje të Isras dhe të Miraxhit dhe që ndërlidhen me të, se sa krejt historia që ka ndodhur disa prej të cilave i kemi përmend. Prandaj nuk ka dyshim se ngjarjet janë të sakta, për arsye se e kanë përcjell këtë ngjarje ose Isran dhe Miraxhin në shumë aspekte, edhe Buhariu, edhe Muslimi, edhe koleksionistat e haditheve të shumta, sikurse që ka qenë
po e përmeni këtu vetëm sa për shembull Imam Ahmedi në koleksionin e tij, Tirmidhiu, Nesaiu, Bejhikiu, Ibn Xherir at-Taberi e të tjerë të shumë, të cilët i kanë përmend këtë ngjarje dhe kanë evidentuar me hadith, do thot me zinxhir transmetuesish. Do thot e keni parasysh kur i përmendëm këtë koleksione, nuk do thot që vetëm e kanë përmend ngjarjen, po e kanë përmend me zinxhir transmetuesish dhe ne e dimë që transmetimet e Buharit dhe Muslimit janë transmetimet më të sakta që vërtetojnë këtë ngjarje. Pastaj edhe prej sahabeve të cilët e kanë përmend, ka një numër të jashtëzakonshëm sahabeve që përcjellin këtë ngjarje, prej më të njohurve është do thotë Omeri radiallahu ta'ala anhu, Aliu, Abdullah ibn Mas'udi, Abu Dharri, Malik ibn Sa'sa'a, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Ibn Abbasi, Shaddad ibn Aus, Ubej ibn Ka'b, Abdurrahman ibn Qat, Abi Hiba, e të tjerë të shumë. Këta do thot emrat sahabive, disa prej sahabive, të cilët e kanë përcjellë dhe kanë folë dhe kanë treguar ngjarjen e Isras dhe Mirajit, varësisht të thotë qysh e kanë përcjellë dhe kanë dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e rëndësishme me e pas parasysh këtë, domthonë duke ja shtu edhe atë çështjen e mrekullisë, pra nuk do të thotë që këtë çka është përmend në këtë ngjarje me kanë do të thotë e mundshme me ndodh apo jo. Për arsye se ka qenë mrekulli, po gjithashtu edhe sipas zinxhirit të transmetuesve dhe përcjelljes, vërtetohet se këtë e kanë përcjell këta njerëz dhe këta koleksione, kështu që nuk ka dyshim se kjo ngjarje është realiste që ka ndodhur, edhe nuk ka diçka do thotë që mund të kemi dyshim ose diçka që na bën do thotë me refuzu. Vetëm sa për potencim e kemi përmendur edhe javën e kaluar, ajo çfarë thuhet është e vërtetë që nuk dihet data e saktë kur ka ndodhur, dhe muji i saktë, madje edhe viti i saktë, për arsye se ka transmetime, mirë po kemi thënë që kjo nuk është problematike, për arsye se posaçërisht në fazën e hijret, para hijretit, sahabët nuk i kanë dhënë rëndësi kohëve. Çashtu që kemi përmendur edhe lindjen, edhe shumë ngjarje nuk i kanë dhënë rëndësi, për arsye se nuk ka qenë interesi i tyre do thotë evidentimin në data dhe në vite të caktuara. Nuk i kanë dhënë rëndësi, nuk ka qenë pjesë e kulturës tyre kjo, sikurse që sot për shembull është shumë e rëndësishme me shkruajt datën, me shkruajt orën, me shkruajt minutën, sekondën e kështu me radhë, nuk ka qenë e rëndësishme atëherë. E rëndësishme ka qenë vetëm e bazuar me një ngjarje të përafërt, që kemi thonë edhe për lindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë në vitin e elefantit. Edhe kjo pra nuk është e rëndësishme. Ajo që ka dihet sakt, pra vetëm për këtë ngjarje ka shumë mendime, po ajo që ka dihet sakt është që kjo ngjarje ka ndodhur mas vdekjes së Hatixhes, mas vdekjes së Abu Talibit edhe mas ngjarjes së Taifit. E kur sakt sa muj prej këtyre ngjarjeve nuk dihet në formë të prerë. Qartë? Mirë. Tash kalojmë tek përcjellja e zhvillimit apo ngjarjes si ka ndodhur ajo, dhe do të ndalemi në çdo detaj edhe me i përmend edhe hadithet ose cili koleksion, cilin verzion, për arsye se ka versione, këto mund me pas do thot dallime në disa gjana, po nuk janë shumë të rëndësishme. Për arsye se në disa pak më detajisht përmenden disa sene shkojnë më përgjithshëm e kështu me radhë, vazdësisht për rrethanës edhe si e ka shpjeguar sahabia, për arsye se nganjëherë ndonjë sahabi e ka përmend dhe synimi i tij ka qenë me tregu një ngjarje konkrete, që ndoshta nuk i ka dhënë rëndësi me i përcjell edhe këtë komplet ngjarjen, edhe ajo është mbajt mend pastaj prej gjeneratave të ardhshme e kështu me radhë. Por na më shumë do të fokusohemi në atë që e ka përmend Imam Buhariu në koleksionin e tij, për arsye se është bagi përshkrues edhe në formë detaje përcjellet, po nuk do të thotë që krejt ngjarja është do të thotë vetëm prej koleksionit të Buhariut apo prej hadithit të Buhariut ose edhe të Muslimit. Ngjarja që përcillet është prej koleksionit Buhariut edhe Muslimit, ku thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, përderisa isha në El-Hatim. El-Hatim
është në arabisht e ka kuptimin hijri, apo dini çapja që është katrore edhe ka një farë harku. Qasa i thënë hijr, disa i thënë hijru Ismail, dhe faktikisht ajo është edhe pjesë e çapës. Domthonë çaj gjysmuri që është në formë të harkut, kemi përmend që ajo brendësia e saj konsiderohet që është brendësia e çapës. Dhe nëse bën tavafin edhe e kput, pra nuk e shtin do thotë edhe çat pjesë, domthonë nuk sillesh edhe rreth çati hijrit, nuk llogarit se e ki tavafin në rregull. Prandaj do të më e murrutullu komplet edhe ndaj atij katrorit, po gjithashtu edhe hijrin do thotë do të më ec për më konsideru se tavafi, për më qenë tavafi në rregull. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po derisa isha në advent, në çat mrena, në çat brendësi, disa transmetime ka thonë derisa isha në shtëpi. Tash ka transmetime që ka ardhur Xhibrili derisa ishte në shtëpi, ka transmetime që ka ardhur Xhibrili derisa ishte në çet vend. Edhe shpjegimi i ulemave është që është e mundur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në shtëpi edhe ka ardhur edhe ka marrë Xhibrili edhe ka thënë do thotë në këtë vend. Pra mund të jetë kjo do thotë versioni, sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon që ka ardhur Xhibrili edhe më ka shoqëruar dhe para se më marr me veti i ka ndodhur këtu edhe një mrekulli, një mucize. Thot ma ka hap gjoksin. Bile përmendet qartë, ja ka hap të thot prej fillimit të fytit deri në afër kërthizës. Edhe thot e ka hap Xhibrili edhe ka nxjerr zemrën edhe ka pastru. Ju e dini domon ky pastrim ka ndodhur edhe një herë kur ka qenë fëmijë i vogël tek Halime Saadia. Dhe kjo ka ndodhur aty faktikisht thuhet që në herën e parë ka largu diçka të zezë. Këtu do thot nuk ka largu diçka të zezë, po e ka pastru, ja kanë pastru edhe e ka fut hilm wal hikme, do thot i ka fut urtësi edhe qysh me thonë njohuri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zemrën e ka pastru edhe ja ka kthy prap, edhe është rregullu pra ajo dhe pastaj ka fillu udhimin. Dhe kjo është do thot një mucize tjetër që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej mucizeve të shumta, nuk kemi nevojë me ndalë edhe me thonë çysh është e logjikshme, çysh ndodh do thot zemra mu hjeke, mu pastru e sene, që kjo në kohën bashkëkohore mundet me ndodh. Për arsye se njerëzit bojnë do thotë transplante edhe shërime edhe ndërhyrje në zemër në këtë formë, por nuk do thotë që kjo ka ndodhur, po është do thotë kjo ka ndodhur do thotë që e bojnë mjekët me thon kushtimisht, për arsye se ajo ndodh me bëhet do thotë ndërhyrja kirurgjike e çapo diun e pihet me narkozë do thotë njeri e kështu me radhë. Ato nuk kanë ndodhur, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë të thotë i vetëdijshëm edhe kjo ka ndodhur për arsye se ka qenë një mucize dhe mrekulli që Allah xhallahu ala e ka përgatit për këtë udhtim të cilën ka me marr. Për arsye se ka qenë një udhtim i jashtëzakonshëm, një udhtim që nuk mundet me bën njëri i zakonshëm në rrethana të zakonshme posaçërisht ngritjen në qiell, që e kemi parasysh edhe dim të gjithë. Edhe pas kësaj thot edhe thot ka ardhur një shtaz që e ka quajt El Burak në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Burak i thojmë në shqip, Burak në gjuhën arabe është prej barq, do është prej e ka kuptimin prej murmurimes ose prej vettimes, për shkak të shpejtësisë së udhimit që e zhvillon kjo kafsh. Edhe kjo kafsh që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një kafsh ma i vogël se kali edhe pak më i madh se gomari. Do ndërmjet kalit edhe gomarit është një kafsh, nuk përmendet se ka pas krah ose diçka në çat kuptim, nuk është do thotë e përshkruar më shumë. Ajo që ka përshkruhet është që ka pas një udhtim shumë të shpejt, sa që hapin e ka qit do thotë kjo kafsh, sa ka arrit me shiku, do thotë, sa fundi i shikimit të tij, do thotë një hap e ka qit aq largësi. Edhe me këtë kafsh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyp e ka bë udhimin deri në Mesjidul Aqsa. Edhe ka bë domthon në formë të shpejtë
edhe kjo ka qenë do thot një prej kafshëve që edhe Allahu xhalla wala kur të flet për gjërat që ka kriju, thot edhe Allahu xhalla wala ka kriju edhe gjëra që ju nuk e dini. Pra është një lloj kafshë që për njohuritë tona nuk e dim, do thot më shumë përveç kësaj që na është informu në këtë hadith, edhe në hadithet që ndërlidhen me këtë ngjarje. Ajo që ka përmendur në një hadith tjetër është se kur ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hyp, i ka thonë Xhibril me hyp, kafsha në një formë ka lëviz. Edhe Xhibrili e ka qortu kafshën edhe i ka thonë që si po guxon me lëviz, kur nuk e din që do të kaleroj një njeri, një njeri që kur një tane s'ke pas njeri ma të vlefshëm edhe ma të mirë se sa ky që do të kaleroj tani. Është fjala për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga kjo thanje e Xhibrilit alayhis salam, po kuptojmë që ka pas edhe krijesa apo njerëz tjerë që kanë kaleru, do thotë këtë lloj kafshë. Më shumë nuk dim. Ajo që ka dim është kjo që na është përmend pra në këtë hadith dhe në hadithet të tjera që kaq. Edhe kjo kafshë do thotë ka udhëtuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një formë shumë të shpejtë edhe ka arrit në Mesjidul Aqsa. Mesjidul Aqsa është Jerusalemi, pra një udhtim që ka bë brenda natës në këtë shpejtësi, edhe thotë kur kam arrit aty, e kam marrë kafshën edhe kam lidh në vendin ku lidhen, do thotë në vendin ku e kanë lidh pejgamberët, do thotë kafshët e tyre, edhe e thotë e kam lidh aty. Pra që pas ka qenë një vend aty edhe e ka lidh, pastaj është fut në xhami, edhe në disa transmetime thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se më nis mu fal, është taku me disa nga pejgamberët. Në disa transmetime thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka filluar namazin, edhe masi që ka përfundu edhe ka këshyr mrapa, e ka pa do thotë grupin e pejgamberve që janë fal pas tij. Po nuk është do thotë diçka e rëndësishme kjo, e rëndësishme është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka taku një numër të madh pejgamberve ose janë fal pas tij të gjithë pejgamberët. Çështu ka ardhur në hadith që e dim në disa transmetime kemi thënë sa janë 120.000 çka pejgamber, edhe 314 do thotë sa janë kon pejgamber, 120.000 rusul edhe 314 pejgamber. Këta janë falë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë falë namazin, edhe pejgamberi sallallahu ka qenë imam i tyre. Aty thuhet që ka taku edhe disa pejgamberve, Musa alayhis salam që ka përshkruar e të tjerë, po prej aty pastaj ka vazhdu udhtimin për në Miraj. Edhe udhtimi do thotë ka ndodhur pastaj ngritje, që është ngrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Xhibrilin alayhis salam. Edhe është ngrit në qiellin e parë, edhe ajo që ka japet në kuptimin e këtij nga ky hadith, kuptojmë se do thotë qiejt janë do thotë me katet e qiejve, që janë do thotë 7 palë qej apo 7 katet qejve, janë do thotë me të ndame. Edhe udhtimi thotë kur kam rri në qiellin e parë, është trokit edhe është fut aty, dhe trokitja ka ndodhur për Xhibrilit, edhe thuhet në hadith është pyet kush është, ka thonë Xhibrili së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj i është hapur dera që kanë leje për të kaluar, edhe janë fut në qiellin e parë dhe aty e kanë taku, që është përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë taku Ademin alayhis salam, Abul Anbiya, babën e pejgamberëve, babën e njerëzimit, Ademin alayhis salam, i cili ka qenë në qiellin e parë. Edhe Ademi alayhis salam prezantohet, Xhibrili pa ja prezanton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ky është Ademi alayhis salam, baba i njerëzimit, edhe jap selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i flet, edhe pastaj vazhdon udhimin. Këtu është një transmetim që thuhet që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ademin që shikonte nanën e djathtë edhe çante. Pastaj çeshte, kur shikonte nanën e majt çante. Edhe thuhet se kjo çfarë, pra kur ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse po ndodh me të kështu, ka thonë kur po shikon në anën e djathtë, peshe një sawad në arabisht ka ardhur, do thotë një grumbull të madh
njerëzve që janë xhenetli. Edhe për sa tha po qesh. Edhe në anën tjetër kur po sheh prap një grumbull të madh të njerëzve që janë xhenemli edhe po mërzitet edhe po qan. Kjo është do thot ajo përshkrimi që e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë qiell. Pastaj kur ka vazhdu udhimin, është fut në qiellin e dytë. Në qiellin e dytë takon dy pejgamber, gjithashtu kur është fut në qiellin e dytë, është fut me leje, Gjibrili a.s. edhe ka kërku leje, ka prezentu Muhammedin s.a.s. që nënkupton që ka pas roje prej melaqeve qielli i dytë, edhe çdo qiell kështu, edhe me kërkim, do thot me leje kanë kalu. Tash leje, zakonisht na e dim do thot që duhet me prezentu dokumentacion ose diçka, kjo nuk ka ndodhur, nuk përmendet në hadith, për arsye se faktikisht edhe fjalët e pejgamberëve janë sakta, ata nuk kanë nevojë, nuk kanë mundësi edhe me rajt ose me gënjy ose me bën ndonjë hile, kështu që vetë dëshmia e tyre se është filani dhe jam filani ka qenë mjaftueshme që t'ju hapet dera. Pra nuk ka mundësi ndonjë hile ose dredhi që mund me bë pejgamberët, kështu që a më ju besu apo mos më ju besu. Edhe kështu kur janë fut në qiellin e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka taku dy pejgamber, ai ka qenë Isau alayhis salam edhe Jahjaja. Isau dhe Jahjaja kanë qenë mes veti çka? Djem tezës. E keni parasysh, kanë qenë djem tezës, edhe i kanë taku aty, edhe ja ka prezantu Gjibril alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush janë, edhe ata e kanë uru edhe i kanë thonë mirë se vjen vëlla i mirë edhe njeri i mirë. Do thotë kështu e kanë Ademi alayhis salam ka thonë mirë se vjen djali i mirë edhe njeri i mirë. Për arsye se nga kuptimi se Ademi alayhis salam është do thotë baba i njerëzimit, kurse këta i kanë thonë vëlla i mirë edhe njeri i mirë. Edhe kanë përshëndet edhe ka vazhduar udhimin në qiellin e tretë, e ka taku Jusufin alayhis salam. Edhe aty është përshëndet me të, edhe i ka thonë edhe Jusufi alayhis salam mirë se vjen vëlla i mirë edhe njeri i mirë, pastaj është fut në qiellin e katërt, aty e ka taku Idrisin alayhis salam. Edhe aty ka thonë mirë se vjen vëlla i mirë edhe djali i mirë, edhe ka vazhduar në qiellin e gjashtë, në qiellin e pestë, po ka vazhduar në qiellin e pestë dhe aty e ka taku Harunin, vllahun e Musa alayhis salam, edhe aty e ka prit ai dhe i ka thonë mirë se vjen vëlla i mirë edhe djali i, domethënë burr njeri i mirë, edhe ka vazhduar në qiellin e gjashtë, aty e ka taku Musain alayhis salam. Musa alayhis salam e përshkruan se ka pas dukjen, thotë që ka qenë i gjatë, do thotë sikurse një kabile Benu Shenua ka ardhur në këtë kuptim, që faktikisht thuhet që kanë qenë njerëz gjatë, edhe ka qenë jo i trashtu, po i zajft, jo po domon jo shumë trup, po i plot, po i gjatë, edhe flokët i ka pas jo të krehne shumë mirë, po as do thotë po domon në një formë do thotë flokët si domon shpeshta në çat kuptim. Kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë Musa alayhis salam, edhe aty e ka përshëndet edhe ka thonë mirë se vjen vëlla i mirë edhe njeri i mirë, edhe ka vazhduar në qiellin e shtatë. Në qiellin e shtatë e ka taku Ibrahimin alayhis salam, Abul Anbiya, babën e pejgamberëve, edhe ai këtu tek Musa alayhis salam kur e ka përshkruar pejgamberi ja u ka përshkruar sahabëve, ka thonë i ka përngja Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair ka qenë do thotë një prej sahabëve, vllai Abdullah ibn Zubairit. Do thotë që ka qenë do thotë i prafërt me pamjen e Musa alayhis salam. Edhe kurse Ibrahimin alayhis salam e ka përshkruar, ka thonë më shumë tim ka përngja mua, do thotë për vete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë ka përngja mua. Edhe çka aty i thot Ibrahimi alayhis salam mirë se vjen, edhe Ibrahimi i thot djali i mirë edhe njeri i mirë, do thot i thot ibni as-salih, do thot djali jam i mirë edhe njeri i mirë. Për arsye se edhe Ibrahimi alayhis salam është paraardhës i
Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe paras I pejgamberve shumicës apo shumë pejgamberve që kanë ardhur pas tij. Benu Israelit që prej tyre ka pas më shumë të pejgamber, të gjithë kanë prej ardhur prej Ibrahimit edhe Ishakut alayhim assalam. Edhe takohet me Ibrahimin alayhis salam, edhe vazhdon udhimin deri te Sidratul Muntaha. Kështu përmendet edhe në ajet, thot në surën An-Najm, Sidratul Muntaha. Sidr në gjuhën arabe është një lloj pemë që smujta mi a gjetë shqip, domethënien, që është do thot një lloj pemë që tena nuk ka, për arsye se nuk rritet në vendet ku ka dimër të fortë, pra është do thot një pemë që nuk I qëndron dimri të fortë, dhe është një lloj pemë që jep edhe fruta të ndryshme, edhe Sidratul Muntaha e ka është quajt do thot me këtë emër, se ka qenë ajo pema deri ku faktikisht ka përfundu mundësia e shkurjes së njerëzve, shkurjes së krijesave, madje edhe me lasheve deri aty. Do thot aty ka qenë do thot stacioni ku janë ndaluar dhe s'kan mujt më depërtu më shumë, përveç atyre që Allahu xhalla ala ju ka dhënë leje. Për çata dhe ka thonë Sidratul Muntaha, do thot sidra e pema e cila do thot përfundimtare, që mas ti do thot nuk ka mundësi me depërtu përveç atyre që Allah xhalla ala ju jep leje. Edhe madje Xhibrili alayhis salam aty do thot kërkon leje edhe me vazhdu vet, për arsye se Xhibrili alayhis salam aty ndalet. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon udhimin, edhe aty ka pa disa ngjarje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aty e ka pa edhe Beitul Ma'mur, që është një vend, me thonë kushtimisht vend falje, në qiellin e 7, që është e përafërt sikurse Qabeja, në cilën futen me laçet edhe bojnë tavaf. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu, ka shpjegu se është vend në cilën çdo ditë futen 70.000 me laçe edhe bojnë tavaf edhe dalin prej aty edhe mund nuk kthehen kurrë. Do thotë çdo ditë, tash paramendon vetëm prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sot sa vite e sa ditë kanë kalu që në çdo ditë 70.000 futen edhe dalin edhe më nuk kthehen kurrë. Edhe këtu e shohim do thot ushtrinë e Allahut Madhërisëm, sa shumë janë, edhe sa ekzistojnë, edhe sa është mundësia edhe aftësia e njeriut me I perceptu gjanat. Për arsye se posaçi në kohën bashkëkohore kur kanë ndodhur këto zbulime edhe këto mundësi teknologjike, shpeshherë njeriu paramendon se ka arrit një nivel shumë të jashtëzakonshëm të njohurive edhe të përparimit, megjithatë në fuqinë edhe diturinë edhe në madhështinë e Allahu xhalla ala është do thot një kurgjohiç, me thon kushtimisht. Dhe më duket edhe javën e kaluar ke përmend vetëm nëse krahasojmë madhësinë e tokës me madhësinë e disa planeteve që I kemi përreth, atëherë shohim se sa e vogël është toka në krahasim me to. E mos flasim pastaj galaktika tjera, po mbranda kësaj do thotë rrugës qumshti që I thojnë kësaj galaktike që kemi me thojnë, do thotë shkencëtarët edhe astronomët, që kemi me miliarda yje, edhe planete që funksionojnë. Miliarda, do thotë qatë shumë që ka, do thotë miliarda yje. E mos flasim galaktika tjera që janë prap ato, do thotë me qindra miliona e miliarda. Dhe krejt këtu janë do thotë qielli I parë, ose do thotë ende pa mrinë në qiellin e parë. Që faktikisht këtu është do thotë mundësia edhe aftësia e njeriut se ku ka mri edhe ku jemi. Në krahasim me madhështinë e Allahut Madhërisëm edhe madhështinë e ekzistencës që e ka bë Allahu xhalla ala me ekzistu. Prandaj po e shohim do thotë këtë numër të melaçeve që futen pra në këtë vend edhe dalin, bajnë tavaf edhe dalin dhe nuk kthehen kurrë, dhe çdo pra brenda mujit janë 30 ditë. Brenda vitit janë sa 365 ditë. Kemi të bëjmë pra me vite, me 10 dekada, me shekuj, me qindra, me mija vite, ndodh e njëjta procedurë edhe ka do thot me laçe që futen aty edhe dalin dhe më nuk kthehen kurrë, dhe kjo do thot këta pra janë ushtri e Allahut Madhërisëm që ekzistojnë. Dhe po tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj këtu edhe komunikon me Allahun e Madhërisëm.
edhe e saktë është që Allahu i Madhërisht e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol me Zotin e Madhërisht ashtu siç i takon atij, pra ka fol edhe këtu është bë obligim edhe falja e namazit. Pra në këtë rast edhe në këtë situatë, në këtë rrethon është bë edhe obligim falja e namazit. Falja e namazeve, ashtu që e dim në këtë hadith përmendet se fillimisht janë bë obligim mu fal 50 namaze brenda ditës edhe natës. Edhe pejgamberi sallallahu e merr përsipër këtë obligim edhe fillon me u kthy. Gjatë kthimit e takon Musa alayhis salam. Edhe Musa alayhis salam e pyet se thot çka të ka thonë Allahu i Madhërisht, edhe i thot që më është bë obligim falja 50 kohëve të namazit. Atëherë Musa alayhis salam thot dëgjoj, thot kjo është vështirë, thot për umetin tonë. Edhe është diçka që është vështirë me përballu, thot unë jam ballafaqu me Benu Israilit dhe e di dhe jo kum pas përjetime, prandaj shko lut te Allahun që me e paku, do thot me e lehtësu pak, do thot këtë 50 namazet të cilat i ka bë obligim. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bindet edhe kthehet, edhe i kërkon Allahut Madhërisht lehtësim. Allahu xhalla wala ja lehtëson në ja hjek 10 ja hjek edhe mbesin sa 40. Pastaj kthehet prap te Musa alayhis salam, Musa alayhis salam thot prap shko lute dhe kështu ndo derisa i bën, do thot se herë ja hjek 10 derisa jesin 10, pastaj ja hjek Allahu xhalla wala 5 edhe mesin 5 kohë namazit. Edhe kthehet te Musa alayhis salam thot prap shko ktheu edhe lute me e paku. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot bolle kum lut, po vjen marrë tash më kthy, mjafton, do thot edhe nuk vendos mos më kthy më edhe me vazhdu udhimin. Atëherë thuhet në një transmetim që Allah xhalla wala e ka thirr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me një thirrje, edhe i ka thonë që ju është lehtësu juve në 5 kohë namazit, mirë po vlera e tyre është sa 50 kohë. Domthon kuptimin se një shpërblim e ka vlerën e 10 shpërblime, prandaj edhe këto kohët e namazit që i falim na e arrim vlerën e 50 namazeve që i falim brenda ditës edhe natës. Dhe kjo është do thot ajo shpërblimi me cilën pra na ka gradu neve muslimanëve Allahu i Madhërisht në këtë natë të udhëtimit që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu udhëtimin dhe është kthy në të njëjtën formë, është kthy, ka zbrit prej qiellit edhe është kthy në Qabe. Edhe ka zbrit edhe ka ardhur, do thot në mëngjes. Dhe pas saj ka qenë një bindje ose një gjendje e jashtëzakonshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe një përshkrim shumë i jashtëzakonshëm, një gëzim në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka qëndruar në Qabe, edhe e ka përhap lajmin se e ka zhvilluar këtë udhtim. Thuhet në një transmetim që ka qenë i ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër Qabes, edhe e sheh kush Ebu Xehli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ulur edhe të buzëqeshur edhe i afrohet. Ishte vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i afrohet, edhe e pyet thot çka ka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon thot kam qenë në Mesjidul Aqsa, do thot në Mesjidul Aqsa, edhe kam vizitu atë mbram edhe ju kthy prap. Atëherë Ebu Xehli thot mrena natës je shku dhe i ardh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot po. Edhe Xhibril nuk ja nis as me kesh, as me përqesh, as me përgënjeshtru. Pse? Thot Ebu Xehli. Edhe thot nëse e thras popullin, do thot njerëzit e tu, është fjala kabile, në njerëzit e tu, thot a do t'ua thuash këtë njëjtin që ma ke thonë mu? Thot po do t'ua them. E nuk i thot çka je të thonë ose se thot friksohet, thot tash m'ja bë bajat kur të vinë ata tash si ju thot atyne, e tash s'del ky mirë. E tash don me shtin lojë se o koni meshim, o koni kthjellët Ebu Xehli, e keni parasysh, edhe thot e mon veten, e përmon veten që me i mbledh sa më shumë njerëz që me qit në pozitë
sa ma të palakmueshme sipas tina, sipas mendimit tina që me qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çka po thej ka, do thot ky njeri. Edhe ky thot po, edhe thirr, ja nis mi thirr Ebu Xehli njerëzit. Kabilet meren, edhe kabilet ju e dini ka qenë afër Qabes, dikush ka punu, dikush ka nejt, edhe janë afru krejt, edhe thot kallxoju ato që ma kallxove mu, që më the mu. E shtin do thot Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me kallxu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot jem kon pra në Mesjidul Aqsa dhe jem kthy brenda natës. Edhe ata kur e dëgjojnë thonë je kthy do thot në sabah, është një udhtim që e kemi përmendur më herët sahabët ose njerëzit në atë kohë kanë bërë me mujë. Domthonë nuk ka qenë një udhtim që mundesh me pati, na shtej sot është e logjikshme. Ka të farë mjeti transmetuar, po atëherë ka diçka që e pamundur, do të thotë diçka që s'mundet me ndodh. Sot nuk mundesh me thonë që s'mundet me ndodh, se mundet me ndodh, ka mjete dhe forma ndryshme, po atëherë ka qenë diçka e pamundur kur kush ka mujt me logjiku që mundet njëri brenda natës me shku në një vend edhe mu kthy. Edhe kur i ka thonë tash ata janë çudit shumë, edhe ata kanë qenë pra jo besimtar, edhe dikush ka fillu me qesh, dikush me përqesh, dikush do thot me mshu bollit, çka po thu, edhe disa prej njerëzve kanë qenë e kanë bërë këtë udhtim, për arsye se arabët që kemi përmend janë marrë me shitblerje, janë marrë do thot me tregti edhe kanë vizitu këtë vend, edhe ka thonë përshkruna si është ai vend. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillon me përshkru, po nuk i kujtohet krejt. Derisa thot më është dëftu, edhe ja u kam përshkru ndodhin do thot edhe si është do thot ai vendi në përgjithësi, çashtu që e kanë ditë ata, kanë njoft ata. Edhe thot ja u kam përshkru gjithashtu edhe një karavan që ka qenë në udhtim duke ardhur, që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë që brenda 3 dite ata do të arrijnë në Mekë. Për arsye se kanë qenë afër Mekës. Edhe ka tregu sa qysh janë edhe qa bartin me veti që i ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë rast, tash këta e marrin si avantazh mushrikët e Mekës për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për arsye se diçka që se beson kurkush, edhe mas paku thonë pe pyesum edhe Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, edhe peqesum që çapo thot ai shoku jot që pe mbron. Edhe shkojnë me njëherë të Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe i thonë, a ke dëgju ky jaroni jot, shoku jot, po thot që mrena natës o shku edhe ardh në Jerusalem, Mesjidul Aqsa. Thot, Ebu Bekri thot, a është vërtetu e thonë atë? Thot, po, thot, vërtete. Thot, nëse e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë unë e besoj. Për arsye se unë po besoj diçka dhe më shumë se kjo. Çka po besoj? Që po besoj që brenda natës aty pi vje shpallja. Edhe kjo është do thot diçka e jashtëzakonshme. Atëherë pse mos mi besu edhe udhimin që e ka zhvilluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nga ky rast e fiton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri epitetin as-Siddiq. Ebu Bekr Siddiku, për arsye se ka qenë i pari që në formë pa lohatje, pa kurrë farë mendimi e ka besu se kjo ngjarje është e saktë që ka po e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe sahabët tjerë e kanë besu, edhe pse në disa transmetime thuhet se disa nga ata që kanë qenë pak labil e kanë përgjinjeshtru edhe e kanë lënë do thot, po kjo nuk është diçka e vërtetuar në 100% kush kanë qenë edhe çka kanë bë, po e saktë është që fillimisht Ebu Bekri është që menjëherë ka pranuar këtë ngjarje, edhe sahabët e tjerë në përgjithësi që e kanë dëgjuar, po i pari në formë do thot pa shybe dhe pa kur far dyshimi ka qenë pra Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, i cili e ka besu dhe e ka pranu dhe e ka marrë këtë epitet mas kësaj ngjarje, edhe thuhet pastaj në disa transmetime që sponalim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aty ka pa edhe vend qëndrimin e tij në xhennet, ka pa edhe disa lumen, ka pa 4 lumen, 2 ka pa do thotë të mbuluar edhe 2 të domthon qelun, edhe ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Xhibrilin se çka janë këta lumen. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë këto 2 të mbulumit janë lumen xhenet dhe këto të zbuluarit janë lumen Nili edhe Eufrati.
Do të thonë lumen që janë në këtë botë. Nili i njohur është edhe Eufrati është do thotë një lum shumë i madh që është i bjen ka Iraku dhe në ato vende do thotë të asaj ane në përgjithësi. Ka pastaj edhe vendin e tij në xhennet, Allahu xhalla wala ja ka mundsu e kështu me radhë. Disa prej ulemave kur kanë fol rreth kësaj se pse Allahu xhalla wala ka zgjedh edhe ja ka mundsu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që me pa vetëm këta pejgamber në secilën qiell, pra me pa në të parin tham Ademin, pastaj në dytin kun Jahjan edhe Isaun alayhis salam, në tretin Jusufin alayhis salam, në katërtin Idrisin alayhis salam, në pestin Harunin alayhis salam, në gjashtin Musa alayhis salam dhe në shtatin Ibrahimin alayhis salam. Pse do thot mu këta pejgamber e jo do thot dikon tjetër, kanë dhënë shpjegime, jo diçka që është e sigurt e njohur, po disa prej ulemave kanë thënë ndoshta arsyeja është se vërtet ngjarjet me të cilat është ballavaçuar dhe ka mu ballavaçuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ardhën mas kësaj ngjarje, mas Isras dhe Mirajit, janë ato të njëjtat ballavaçime që kanë pas edhe këta pejgamber me të cilët është taku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë Ademi alayhis salam ka qenë një njeri që ka jetuar në xhennet. Apo edhe shejtani e ka mashtru edhe ka largu prej vendit vet. Do thotë e ka largu me mashtrimet edhe djallëzit e tij. Që e njëjta ka ndodhur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka jetuar do thotë rahatshëm në Mekë, në vendin e vet, edhe njerëzit do ta dëbojnë dhe do të detyrohen do thotë me dal prej atij vendi. Pastaj e kanë përmend Jahjan edhe Jahjan edhe Isa alayhis salam e ka takuar në qiellin e dytë për arsye se Isau edhe Jahjaja alayhimus salam kanë qenë dy pejgamber që janë ballavaçuar shumë me popujt e tyre Benu Israil, që janë ballavaçuar me vështirësi të shumta. Jahjan e kanë mbyt, e kanë vrarë, pra si pejgamber është vrarë, kurse Isa alayhis salam kanë dashur me vrarë, po s'kan arrit, e kanë ngrit Allahu xhalla wala në qiell. E njëjta ka ndodhur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Benu Israilit, do thot me jahudit, që kanë me pas ballavaçime të ndryshme, që kanë me tentu me vrarë një herë duke ja hodh gurin, po nuk e qëllojnë, pastaj një herë edhe duke e helmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra ballavaçime që janë për afta me ballavaçimin e Isaut edhe Jahjas në qiellin e dytë. Pastaj kanë thonë me Jusufin alayhis salam, i cili do të tradhtohet prej vëllezërve të tij, apo edhe do të ballavaçohet me ato vështirësi, po mas kësaj prap Isaut i kërkojnë falje edhe Jusuf alayhis salam i kërkojnë falje edhe ai u afal atyre. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të ballavaçohet me këto tradhti edhe dëbime nga populli i vet, edhe në fund prap do të kthehet edhe do t'i fal ata njerëz. Apo ai ka fal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam masi që e ka bë hijretin, ka thonë antum tullaqa, do thotë ju jeni të lirë edhe i kalon të lirë, nuk është hakmarr me asnjërin prej tyre, çashtu që është hakmarr kush Jusufi alayhis salam me ta. Pastaj për Idrisin alayhis salam, thuhet që Idrisi alayhis salam ka qenë Allahu xhalla wala kur e përmend që i ka dhënë Mekan al-Aliye, do thotë një vend do thotë lart i ka dhënë. Kështu e etiketon Allahu xhalla wala Idrisin alayhis salam që është në një vend të lartë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas kët epitet në edhe praktikisht edhe në Kur'anin famlar, për arsye se vërtet e arrin do thot gradën e lartë edhe e respektojnë të gjithë njerëz, edhe ata që e dojnë edhe ata që nuk e dojnë, edhe këtë nivel e kam rrinë. Na e shohim se si posaçërisht kur i shkruan ato shkrime udhëzëve të ndryshëm në shtete të ndryshme, ka shumë prej tyre që kanë respektuar, edhe nëse nuk e kanë besu, pra i kanë dërguar dhurata, i kanë dërguar do thotë gjëra të çmuara dhe kanë vlerësuar, sikurse që ka qenë ata të cilët janë sjell mirë, pra janë nda mirë, pavarësisht e kanë pranuar apo se kanë pranuar. Ata që janë sjell keq, do thotë kanë ndodhur që edhe pushteti i tyre me ra, sikurse që ka qenë Kisraja, që është sjell keq me delegatin që ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka dashur me u hakmerr dhe me vra Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka ra pushteti i tij, qeveria e tij. Dini do thot rastin e kemi përmend ose do ta përmendim kur vim tek kjo ngjarje konkretisht, pra ka pas një shkallë të lartë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe sikurse Idrisi alayhis salam. Pastaj tek Haruni
si cilësi Harun ka qenë ajo se populli vet e ka dashur dhe ka qenë i nderuar dhe i respektuar, çashtu që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në popullin e vet. Tek ngjarja e Musait alayhis salam është gjithashtu edhe shkaku se Musa alayhis salam pra është ballavaçuar me ato vështirësi të përafërta me të cilat është ballavaçuar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra me një fjalë, të gjithë këta pejgamber që Allah xhallahu ja ka mundsuar dhe i ka zgjedhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu taku me ta, kanë paraforsisht njëjtën histori apo diçka të pëngjajshme me ato ndodhime me të cilat është ballavaçuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo ka mu ballavaçuar mas Isras edhe Mirajit që ka mi ndodhur. Kjo është do thot një koment, nuk do thot që në formë prerë që kjo është çështu, mirë po disa prej ulemave kanë bërë ijtihad dhe kanë thënë kjo është arsyeja pse është i ka taku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta njerëz, më këta pejgamber e jo pejgamberët tjerë, megjithse ai është taku me të gjithë pejgamberët kur ja u ka fal namazin në Mesjidul Aqsa, ashtu që janë përmend në hadithe të sakta. Pra kjo ishte ngjarja e Isras edhe Mirajit që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pra një nga ngjarjet e më jashtëzakonshme dhe mrekullit që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pas kësaj pra fillojnë ballavaçohet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me disa vështirësi të ndryshme në Mekë, edhe pas kësaj pastaj edhe ndodh hijreti që do të flasim inshallah prej javës së ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.